se u nga leucemia e I marrë me rivorsim. Tani ky ilaç nuk gjendet. Për gjendur gjendet në farmaci, por nuk ma japin rivorsim, pastaj patjetër merrem me lek më thonë. Si quhet ky ilaçi? Hidromizia. Pra dhe ti trajton leucemin me këtë? Leucemin. Prej sa vitesh? Prej 6 muaj. Prej 6 muajsh. Po. Dhe plus që kam edhe nga diabeti, kurohem edhe nga diabeti edhe nga prostata. Tani, sa I rëndësishëm është për ty ky ilaç? Çfarë kanë thënë mjekët? Është shumë I rëndësishëm ky, se s'duhet të rri asnjëherë pa ilaçe. Kur sigur një ditë, më thotë doktoresha, të rrish pa ilaç, do të thotë se të bie rrozat komplet në njëherë, thotë që është, prandaj duhet. Atëherë, nga ajo çfarë unë di dhe më kanë treguar, ky medikament është hequr nga barnat pra e rimbursueshme dhe është vendosur një alternativë tjetër, e cila aktualisht në treg në Shqipëri nuk gjendet. Pra, këta kanë rimbursuar pra një medikament të cilin nuk e kanë në Shqipëri dhe që I kanë lënë pacientët të gjithë si ti pa medikament. Kanë hequr një nga lista rimbursimit që ju e keni marrë, kanë vendosur një tjetër, por ai tjetri nuk gjendet. Tani, këtë sa lekë bleni këtë ilaçin kur shkoni në farmaci për ta blerë me lek? Këtë unë e blej 10 kokra 24.000 lekë. 24.000 lekë. Pra gati 70.000 lekë? Po. I do vetëm hidromicia. Vetëm hidromicia. Po, alpurini, po diabeti, po prostata. Të gjitha këto, unë po të marrë me lek vend 500.000 lekë në muaj, që unë s'arrit, nuk I arrit do. Sa ke pensionin? 200.000 lekë. Kush të ndihmon? Fëmia. Dhe ata kanë familjet e tyre. Herë janë me punë, herë se me punë, herë. A ke një thirrje ndaj Ministrisë së Shëndetësisë? Më jepen ilaçe siç më janë dhënë më përpara, me rivorsim. Kjo është ndim për mua. Që unë mos rri pa ilaçe. Kjo është ndim për mua. Doktoresha më jep mua me rivorsim, vetë te farmacia thotë nuk ka. Kjo është me lek thotë. Po, I ke I merr. Po do të paguash 70.000 lekë muajin. Po, me lek I merr, nësa me rivorsim si merr. Kjo është vërtet shumë e trisht se si pacientët të cilët vuajnë nga leucemia, të cilët do duhet marrin barna të rimbursueshme, ato hiqen nga lista, vendoset një bar tjetër, një ilaç tjetër dhe ai nuk gjendet në treg. Unë nuk e di se me çfarë logjike ecin këta për mënyrën se si I bëjnë gjërat dhe ndërkohë pacientët janë ata cilët e vuajnë mbi shpinë gjithë këtë maskarallëk që këta bëjnë. Se duhet ta heqin nga lista këta medikament që se ky nuk gjendet. Atëherë pse do ta heqë këtë pa ardhur medikamente tjetër? Të pritet, të vijë medikamente tjetër, pastaj ta heqësh nga lista. Pastaj hiqet nga lista.